si çdo herë dhe sot ne vim me vullnet pozitiv për me dhënë zgjedhje konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Tashmë dihet që pamundësia për që ne të kemi kuvend të konstituum varet nga vota e partive opozitare. Në rast se ata kanë reflektuar se do të kemi ndryshim të gjendjes, në rast se jo. Është arrit marrëveshje me dikën. Ajo është të punu për me arrit një marrëveshje me ndonjë prej partive qoftë ndonjë deputet individ që me ardhë në përfundim të kësaj solle. Për neve është shumë e rëndësishme vullneti i plotit gjithë secilit deputet. Për të mundësuar një vullnet të plotit deputetëve, ne kemi propozuar mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit përmes votës së fshehtë. Në këtë rrethona, në rast se do të dështonte një votim i fshehtë, atëherë do të shtohet nevoja që thjesht të shihet për modalitetet e tjera. Ajo që dije deri tash është, sikur se ka thonë edhe dje kryeministri Kurti, me qenë se kryetari i Kuvendit i takon vetëvendosës, ai synon që pjesën e negociatave edhe të marrëveshjeve politike ti ketë për qeverinë e ardhshme, po jo për Kuvendin, për çka në këtë rast kryetari i Kuvendit për çka është definuar me kushtetutë që i takon. Drejtësi Lumina Buzili ka deklaruar po ai sa kur të flas në emër të votave të DDK-s. Ai ka pasur një specifikisht pasi deklaratat e juja pak ditë më parë kanë qenë në lidhje me DDK-n, po ashtu apo specifikisht për letrën e Kurtit, kundër të tjera flitet edhe për zgjedhjet e ardhshme dhe për mundësinë që DDK-ja të mos ndryshojë diçka e tjetër. Pak e vështirë një përgjigje në pyetjeve hipotetike, po për mua përgjigje si nuk e pas. Se procesi nuk e pas as për kryeministrin Kurti për shkak se kërkush nuk pretendon që të flet në emër të deputetëve të partisë tjetër. Unë asnjëherë nuk e kam thonë një pretendim të tillë. Bile shpesh herë flas vetëm në emër të personale, jo nuk e jap të drejtë vetës, shpesh më fol edhe për gjashën e vendosës ose 4/8 edhe vendosës. Kështu që nuk e di se ku ka luduar këtë rast nëse dikush gjatë kësaj periudhe së sagës prej fillimit të prillit ose prej 15 prillit tek ne ka folur në emër të tjerëve në partitë opozitare të cilët po dëshirojnë me përzgjedh emrin me analizës vetëvendosje. Sa përket çështjes së emrit, se i mbeta për kësaj kolegës, çështja është që unë më thonë edhe herën e kaluar nuk është problem emri. Partitë politike në këtë rast disa prej tyre, sikur se ka qenë shefi i grupit parlamentar të DDK-s, ka deklaruar që sikur se të vinë edhe 48 herë, sikur se të ndrohen të gjithë 48 emra, ne nuk kemi votë për kryetarin e Kuvendit. Kështu që emri i përveçshëm këtë rast Elbulena Haxhiut nuk është problem. Problemi është